Francesca Murati duket se e ka lënë përfundimisht pas krahëve periudhën e vështirë të ndarjes nga bashkëshorti. Ish banorja e Big Brother VIP Albania 3 dhe opinionistja aktuale e Fan Club, duket se po rikthen ngjyrat në jetën e saj personale. Dhe ndryshe nga më parë, këtë herë provat janë të qarta dhe vizuale. Bukurosha ka publikuar një foto në rrjetet sociale, ku shfaqet e ulur në makinë, e rrethuar nga një buqet masive me trëndafila. Dhurata duket luksoze dhe e veçantë, një gjest që vështirë se mund të vinë nga një mik i thjeshtë, por më shumë se trëndafilat, vëmendjen e ka marrë mbi shkrimi i saj domethënës. Kur një derë mbyllet, një tjetër më e mirë hapet. Ndihem e bekuar që universi më solli gjithçka që kam dashur ndonjëherë dhe më shumë. Fjalët e Franceskës tingëllojnë si një konfirmim i heshtur se zemra e saj ka nisur një kapitull të ri. Një kapitull që duket se është i mbushur me gëzim, shpresë dhe ndoshta dashuri. Si nënë e një djali, Franceska ka treguar se edhe pas sfidave personale, ka mjaft kurajo për të ecur përpara dhe për të përqafuar mundësitë e reja që i ofron jeta. Pas fundit të martesës, duket se dera e re që është hapur i ka sjellë asaj jo vetëm qetësi, por edhe një partner që di të surprizojë me dhurata romantike dhe momente të veçanta. Ndërkohë që rrjeti social gëlon me komente dhe spekulime, Franceska ende ruan një dozë misteri, duke lënë fansa dhe ndjekësit të pyesin se kush fshihet pas kësaj buqete luksoze dhe mesazhit të saj emocionues. Në çdo rast, një gjë është e sigurt. Ish banorja e Big Brother VIP po kalon një periudhë të re, ku optimizmi dhe dashuria duket se janë protagonistët kryesor në jetën e saj. Për fansat, kjo është një dëshmi e qartë se ndarja e dhimbshme nuk e ka shuar aftësinë e Franceskës për të dashur dhe për të ecur përpara me buzëqeshje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.